Në prag të festës së Fitër Bajramit në Gostivar dhe rrethin u realizua sonte një aksion i rëndësishëm humanitar me qëllim mbështetjen e familjeve në nevojë. Në kuadër të këtij aktiviteti janë shpërndar 50 pako ushqimore dhe mjete higjienike, si dhe është ofruar ndihmë financiare për rastet më urgjente. Hasan Ibrahimi, kryetari i organizatës Dora e Rinis, bën të ditur se ky aksion është bërë i mundur fal kontributit të vazhdueshëm të donatorëve dhe përkrahësve të shumtë. Aksioni i radhës pas asaj mega aksioni që e kishim ditën e gjeshme, edhe sonde me një aksion humanitar fal donatorëve që na përkrajnë në vazhdimsi. Ne sot bashkë me ekipin tim do mundohemi të shpërndajmë ato pako ushqimore dhe disa mjete higjienike, kemi shpërndajë gjithashtu edhe disa mjete financiare tek ato familje që kanë pas më shumë si nevojë. Për nesër është planifikuar një tjetër aksion që të përfshijë shpërndarjen e veshjeve për fëmijë dhe tritur, me synim që sa më shumë familje të përfitojnë nga kjo ndihmë në prag të festës, thot Ibrahimi. Do kemi edhe nesër një aksion me tesha për fëmijë dhe për të rritur, ku shpresojmë të ja dalim sa më lehtë dhe sa më mirë bashkë me ekipin tim. Ti vizitojmë ato familje që na presin me padurim dhe ti përkrajmë për këtë muaj të shenjtë të Ramazanit dhe për Fitër Bajramit që do ta kemi ditën e premte. Drejtuesi i organizatës humanitare Dora e Rinis shpreh mirënjohje për të gjithë ata që kanë kontribuar dhe janë angazhuar pa kursyer kohë mund, duke bërë të mundur realizimin e këtij misioni humanitar në shërbim të komunitetit. Jemi shumë mirënjohës dhe shumë faleminderues për gjithë ato që na kanë përkrahur kaq shumë gjatë këtij muaji të shenjtë të Ramazanit. Shpresojmë që mos të ndalemi këtu, të vazhdojmë edhe ditët në vijim pas muajit të shenjtë të Ramazanit.